Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar për njerëzit cilët shkëposin nga koha e tyre dhe nga jeta e tyre për të marrë me dije. Ka ndodhur një hadith shumë interesant, cilin e transmeton një grup tabiinash nga Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kanë qenë një ditë në xhamitë Damaskut të ulur dhe ka ardhur Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu. Dhe ju ka thonë këtyre të rinjve që ishin ul, duke përsërit nga dijet e Islamit. Ju thot për çfarë jeni ul? Thonë këto jemi ul me përsërit me mësu diçka me njërin tjetrin. Atëherë ai Muadhi pyeti: bëni be Zotin se jeni ul vetëm për këtë punë? Ata thanë, për Zotin, për këtë punë jemi ul, s'kemi arsye tjetër përsa të jemi ul. Pastaj Muadhi tha: na ka ndodhur njëjta gjë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ishim në xhami duke përmend Zotin dhe duke përsërit. Pejgamberi sa se doli nga dera e shtëpisë, ti se dera e shtëpisë pejgamberit ka qenë si ka dera këtu, si ka dritarja, po deri në fund llogaritë. Doli pejgamberi sa se thot një ditë dhe na gjeti ul me njëri tjetrin dhe na pyeti: për çfarë jeni ul? I tham me përsërit dhe me përmend Zotin. Pejgamberi sa se tha: betohuni në Zot se jeni ul për këtë punë. Dhe ne thot ju betuam pejgamberit sa se në Zot, i tham vallahi, pasha Zotin, pejgamberit Zotit, për këtë punë jemi ul. Pastaj pejgamberi sa se tha: pasha Allahun, nuk ju vura në besë dyshoja tek fjala juaj. Po Allahu është i kënaqur me atë që ju po bëni. Kështu që nuk ka gjë më të mirë se sa njeriu të shkëpusi nga koha e vet dhe nga jeta e vet diçka për hatër të Zotit dhe për hir të Zotit, për të ulur në të tilla takime dhe tubime kudo qofshin, këtu në këtë xhami apo në çdo vend tjetër. Pse? Sepse vetëm fakti që je në mëshirë të Zotit, vetëm fakti që përjeton qetësi shpirtërore, vetëm fakti që me lajket bëjnë dua për ty, sa jeti aty, vetëm fakti që kur çohesh një zë tret nga qielli, largohuni se Zoti ua ka fal gjunat, vetëm kaq do të ishte e mjaftueshme që njerëzit për ditë ulen nga 5 minuta, nga 10 minuta për hatër të Zotit e pastaj të shpërndahen. Vetëm duke menuar shpërblimin dhe sevapin që ka kjo punë.